Welcome to QR Pod. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë episod të Qiriazi Roots Podcast. Siç ju e dini, unë jam Leo dhe unë jam Sara. Dhe sot kemi një të ftuar shumë special. Ai është kryetari i Këshillit Studentor me ne sot Erion Nano. Erion, mirë se vjen. Përshëndetje, kënaqësi të jem këtu. Si ndjeni, si jeni? Them drejtën, ndihem shumë komod, shumë rehat, ambienti është i shkëlqyer dhe njerë urime për podcastin tuaj, duke qenë se jam i ftuar për herë të parë këtu. Pak edhe për mua është një çike e çuditshme të them drejtën, sepse gjithmonë kam qenë si spektator dhe ju kam parë në episodet e tjera, por tash që jam i ftuar ndihet vërtet diçka, një eksperiencë ndryshe, kështu që faleminderit ju për ftesën. Faleminderit ty që erdhe. Unë kam një pyetje, Erion. Na trego pak më shumë për veten edhe për rrugtimin tënd në universitet. Atëherë, që flas pak për hobit e mia janë leximi dhe teknologjia. Harxoj kohë të mjaftueshme duke lexuar libra shkollor, libra jashtëshkollor, dokumentar të ndryshëm etj me radhë, audiobooks etj me radhë, por edhe pjesa teknologjike, ana e hardware-ve, mënyra se si gjërat funksionojnë. Pra ky kurioziteti duke parë gjërat ndryshme dhe duke u interesuar, dhe është tani dhe kjo pjesa e inteligjencës artificiale që është futur kudo. Edhe në fakt vërtet më ka rritur shumë kurreshtjen tek kjo pjesë. Unë gjithashtu jam edhe student këtu ke Kolegji Universitar Qiriazi. Jam në vitin e dytë të studimeve për drejtësi dhe për mua ka qenë një eksperiencë e shkëlqyer deri tani. Dhe nëse mund të them, jeni një student i shkëlqyer. Faleminderit, e vlerësojmë shumë. Në fakt vlerësimi që vjen prej jush është reflektuar dhe nga pedagogët të tjerë këtu në universitet. Një pjesë e pyetjes ishte pse kam vendosur të vi ke ky universitet, dhe arsyeja pse unë zgjodha Kolegjin Universitar Qiriazi është shumë e thjeshtë. Në fillim kam patur disa kushte. Pra kur kam qenë maturant, vetëstimi kam thënë, janë 3 gjëra kryesore që duhet zgjedhësh për një universitet. Dhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme karriera. Pra të kisha një karrierë të suksesshme. Mirë që të kisha një karrierë të suksesshme, mendova që institucioni arsimor ku unë do marr dijet për të zhvilluar një karrierë, duhet të jetë një universitet i mirë. Prandaj fokusi ka qenë tek universitetet private. Tani, 3 kushte që unë kam është e para mësimdhënia, pra mënyra e mësimdhënies, pedagogët, kurrikula, librat e tjerë me radhë. E dyta është orari shumë i rëndësishëm, sepse unë e kam menduar që përveç studimeve të përfshijmë dhe një praktik në mënyrë që ta prek nga afër atë që mësoj. Dhe treta që duhet të jetë listën e të gjithëve në fakt, janë edhe eksperiencat jashtë vendit, programet Erasmus, programet Exchange e tjera me radhë. Erion, duke qenë që ke marrë pjesë në programet e Erasmus, na tregon ndonjë eksperiencë tënde, si ke kaluar, se si ka qenë eksperjenca? Po, vitin e kaluar kam patur mundësi të marr pjesë në 3 eksperienca të ndryshme, në vende të ndryshme të Europës, dhe eksperienca ime e parë ka nisur në muajin prill në Maqedoninë e Veriut. Shkolla jonë në bashkëpunim me një organizatë arriti të organizoj një trajnim javor në Struk të Maqedonisë. Për mua ishte eksperienca e parë në një program Erasmus, sidomos në Maqedoninë e Veriut, ku kam qenë dhe disa herë të tjera, por në momentin që isha me Erasmus më nduk pak më ndryshe, duke qenë se dhe grupi ishin njerëz të vendas atje, po edhe nga vende të tjera të Europës. Edhe eksperienca ka qenë e shkëlqyer sepse më ka ndihmuar të njihem me aspekte të ndryshme se si ata e shikojnë modelin e drejtësisë apo modelin e jurisdiksionit që funksionon në vendet e tyre. Në fakt edhe tema ishte një temë që lidheshe me studimet e mia. Kjo eksperiencë më pas më mundsoi të merrja pjesë në projekt tjetër që u zhvillua në Danimark, Copenhagen, Danimarkës, në muajin mars. Atje pata mundësinë edhe të vizitonim House of European Union, që është si tip muzeu, një vend në cilin ti njihesh edhe me historinë e Bashkimit Evropian dhe me procesin e të gjitha ato. Edhe ishte vërtet një eksperiencë ndryshe dhe për mua ishte kënaqësi e madhe të merrja pjesë, sidomos mundësia që universiteti më dha. Dhe vendi tjetër që kam vizituar si pjesë e programit Erasmus ka qenë Belgjika, kryesisht në kryeqytetin e Belgjikës, në Bruxelles, dhe ka qenë një konferencë në të cilën
kjo ishte e tipit më serios, pra më ndryshe nga këto të tjerat, nëse këto ishin pak më tipit duke mësuar me mënyra të ndryshme, pra non-formal education, kjo ishte pak më serioze, pak më formale këtu, dhe aty isha veshur siç jam këtu me xhaket, duke qenë se vizituam Parlamentin e Bashkimit Evropian dhe institucionet tjera të BE-s, patu mundësi të takonim edhe disa antarë të Parlamentit Evropian, të cilët na njohin pak më tepër me legjislacionin aty dhe mënyra se si institucionet e Bashkimit Evropian funksionojnë. Dhe ka qenë një eksperiencë e shkëlqyer për mua dhe studentët të tjerë që morën pjesë në atë, sepse na hodhi bazat për formimin ton të mëtejshëm dhe mua më dha një ide dhe inspirim të jashtëzakonshëm si asgjë tjetër. Pra, duke qenë se isha edhe në vit parë, ishte një starter i jashtëzakonshëm. Dhe besoj që 3 kushtet që kishe si maturant, Kolegji Universitar Qirazi i bëri tik gjitha. Patjetër. Mund të them edhe që i ka të kaluar si student tani në vit 2 tashmë, mund të them që i ka kaluar pritshmëritë e mia, duke qenë se pedagogët janë të shkëlqyer, më kanë motivuar dhe inspiruar të vazhdoj të mësoj dhe të ndjek këtë që po. Këtu do doja të ndaloja pak, eksperienca jote akademike si student, si ka qenë deri tani? Ka qenë eksperiencë e shkëlqyer. Që thash, mbështetja nga pedagogët ka qenë fantastike, por edhe komuniteti i studentëve këtu në universitet është vërtet shumë aktiv dhe unë kam gjetë miq të shkëlqyer dhe me të gjithë kemi marrëdhënie të jashtëzakonshme të cilat nuk mund t'i mendoja më parë. Në një periudhë më pak se 1 vit e gjys, 2 vite që kam unë që studioj këtu. Çfarë më pëlqen për Universitetin Qirazi është që nuk fokusohet vetëm te pjesa e mësimit formal, pra vetëm leksione, por është ndërthuar edhe me praktikën. Është ndërthurur dhe me leksionet hapura që janë jashtë kurrikulës mësimore, por që të mësojnë dhe të aftësojnë nga ana më praktike. Pra kjo ka qenë një highlight i imi, po edhe çka kam dëgjuar nga studentë të tjerë me të cilët kemi diskutuar, është mënyra se si këto element ndërthuar me njëra tjetrën është e jashtëzakonshme. Qëllimi im parësor ka qenë ky, pra që të zgjedh universitet që do m'jap mundësinë të zhvillohem në karrierë. Dhe mund të them që zgjedhjen e këtij universiteti konsiderohet si një ndër investimet më të mira për edukimin tim, por edhe për karrierën. Pra, siç e thash, kushtimi i parë ishte mësimdhënia, pedagogët janë të gjithë të shkëlqyer, kurrikula është shkëlqyer, dhe librat në fakt me të cilët ne bëjmë mësim janë libra më të kohës, pra nuk janë sepse literatura e drejtësisë e ka këtë që janë një çik të vjetër, po pedagogët tani janë munduar ta përshtasin dhe është një gjë shumë e mirë. Oraret janë përshtaten shumë mirë me jetën studentore në fakt. Te Kolegji Universitar Qirazi ne i bëjmë oraret tona të mësimdhënies janë të gjitha në mëngjes, edhe tani mua më është dhënë mundësia të ndjek një praktik në një institucion dhe e bëj shumë mirë pa problem sepse gjithmas ditën e kam për vete dhe mësimi zhvillohet të gjithë Dhe nuk të pengon gjatë orëve të mësimit. Po, kjo është kryesor. Dhe pastaj eksperiencat jashtë që i dëgjuat vetë ky është vetëm fillimi në fakt, sepse ka projekte të tjera që po vijnë. Erion, ne dim që je pjesë e Këshillit Studentor si kryetar. Si lindi dëshira ose ideja për të qenë kryetar i Këshillit Studentor të Universitetit Qirazi? Po. Atëherë unë që në shkollë fillore kam qenë i përfshirë me qeverinë e nxënësve, siç quhet atje, më pas edhe në gjimnaz. Dhe thash ta vazhdoj në universitet këtë gjë. Padyshim e dija që këtu përgjegjësia është më e madhe dhe gjithmonë me mua ka qenë edhe kjo ideja që ndoshta këtu do të jetë edhe një çik më e vështirë puna, sepse duke qenë se edhe jeta studentore është shumë kërkuese dhe është edhe këtu në universitet është shumë aktive dhe kërkesat do janë edhe më të larta se çka qenë në gjimnaz apo në shkollë fillore. Por para se të shpallja kandidaturën, pra në vit të parë për kryetar të Këshillit, kam diskutuar me disa staf që kanë qenë pjesë e universitetit, që më kanë dhënë shumë motivim, kanë qenë shumë mbështetës për këtë ide dhe mendim timin dhe falë mbështetjes atyre që mora, por edhe falë mbështetjes së studentëve, ja dola të zgjidhesha kryetari i Këshillit dhe patjetër
ka qenë për mua dhe vlerësim me gjithë mbështetja që kam marrë, jo vetëm nga stafi, por edhe nga studentët lidhje me projektet që kemi organizuar dhe të gjitha aktivitetet e organizimet e tjera që kemi bërë. Pa thjesht dëshira për të bashkëpunuar me të gjithë dhe për të bërë sa më shumë gjëra të mira në të mirë të studentëve dhe të jetës studentore ka qenë motivimi. Erion, çfarë do të thotë për ty të jesh kryetar i Këshillit Studentor? Patjetër që është një përgjegjësi shumë e madhe, të jesh kryetar, patjetër është një ndjenjë e mirë dhe një eksperiencë shumë e bukur të drejtosh Këshillin edhe të marrësh vendime, por nga ana tjetër ka dhe përgjegjësi. Në fakt, ambienti këtu është një ambient në cilin jam përshtatur shumë mirë, një ambient në cilin dhe studentët janë aktiv, gjë që ma ka bërë shumë të lehtë punën time si kryetar, pra kam patur mundësinë ta shpërndaj përgjegjësinë time, duke qenë se studentët janë aktiv dhe kanë dëshirë të përfshihen, sugjerojnë ide për aktivitete dhe gjëra të ndryshme që mund të bëjmë në universitet dhe një lehtësi shumë e madhe edhe nga stafi organizativ, në fakt, nga administrata që për çdo ide që ne kemi pas kanë qenë jashtëzakonisht shumë të gatshëm për ta realizuar dhe kanë qenë shumë mbështetës në këtë pjesë. Për mua është, pra siç e thash, përgjegjësi e madhe, por edhe një vlerësim. Një vlerësim që më jepet nga studentët që më kanë zgjedhur si përfaqësuesin e tyre, por edhe nga mbështetja që kam marrë. Pra është një vlerësim vërtet i madh dhe ky është motivimi më i madh për mua. Erion, do doja të dinim cilat janë disa nga aktivitetet që keni bërë për studentët dhe nëse mund na i listoni disa. Gjatë kësaj kohe kemi pas mundësi të organizojmë shumë aktivitete, edhe nëse nis t'ju rreshtoj të gjitha aktivitetet që ne kemi bërë, do duhet ne tëra dimrin të marrëm. Por për t'ju thënë ato më kryesore, siç ishte edhe pyetja, mund të them vitin e kaluar, në fakt, edhe ka qenë një mundësi shumë shkëlqyer që kemi patur, sepse ka qenë diçka shumë spontane, domethënë. Njëkohësisht unë jam edhe drejtuesi i klubit Librit dhe në bashkëpunim me studentët që kemi ke klubi Librit dhe me studentë tjerë nga Këshilli Studentor, por edhe më gjerë, mendon të organizonim një vizitë tek shtëpia muze e Ismail Kadares. Dhe në fakt, ne nuk menduam se do të mund të realizohej, duke qenë se na vajti si ide 2 ditë përpara, domethënë ishte e premte dhe si ide na ka ardhur të mërkurën, dhe menduam a do mundemi ta realizojmë dot apo jo, mund ta rezervojmë vendin tërë me radhë, por që unë i kontaktova ata të muzeut edhe ata më thanë që në fakt kishim një rezervim për të premten, por ata e anulluan, kështu që u krijua një hapësirë për ju, edhe ishte diçka e shkëlqyer në fakt. Edhe patëm mundësi ta bënin vizitën, edhe studentët e tjerë mbetën njerëzisht shumë të kënaqur nga aktiviteti, aq sa u detyruam ta bërim edhe një herë tjetër, vajtëm një muaj më pas tek shtëpia muze e Kadares, por më sipër është edhe shtëpia muze e Agollit, vizituam dhe atë. Pastaj nga ana tjetër dhe nga stafi i muzeut na ofrua mundësia për bashkëpunim, ku të organizojmë aktivitete të ndryshme atje, dhe jo vetëm të marrim pjesë vizitor, po edhe domethënë të bëjmë një diskutim apo një leksion të hapur, na ofruan si mundësi ambientet e tyre, duke qenë se e pa që edhe studentët ishin të interesuar dhe mbetëm shumë të kënaqur. Pra ky ishte këto 2 aktivitete. Tjetër ishte aktiviteti që kemi organizuar, aktiviteti informues për Erasmus Plus dhe pjesëmarrja ishte vërtet e madhe dhe ishte kënaqësi në fakt të shija studentë tjerë të cilët ishin shumë të interesuar mbi eksperiencën time dhe të studentëve tjerë që kishin marrë pjesë në Erasmus, por edhe dëshira e tyre për t'u bashkuar me këto projekte. Ka qenë aktiviteti që kemi bërë ka qenë ekskursioni, patjetër në Kolashin, ka qenë ekskursioni që kemi bërë në Shëngjin, në Lezhë, ka qenë një eksperiencë vërtet fantastike atje, të gjithë studentët u kënaqën, edhe pse ishte në fakt unë gjatë asaj kohe kemi organizuar në fillim të qershorit, jo, domethënë diku nga mesi, edhe shqetësimi im ishte a do kemi domethënë studentë që do marrin pjesë, duke qenë se ishte edhe periudhë sezoni provimeve, por që patëm pjesëmarrje të lartë, erdhën shumë studentë, edhe u krijua një atmosferë shkëlqyer. Si të çduar. E shkëlqyer, domethënë, edhe
këto aktivitete na kanë ofruar dhe mundësinë të njihemi më tepër me njëri tjetrin, me studentë që janë nga një fakultet tjetër, po që mund të kemi interesa të përbashkëta në gjëra të tjera. Pra është edhe mundësi si networking me studentë të tjerë, por edhe me pedagogë që kanë marrë pjesë. Aktiviteti që kemi bërë për Festën e Pavarësisë ishte vërtet jashtëzakonshëm. Shumë talente, shumë studentë që patën mundësi pra të shfaqnin talentin e tyre atje, si me kërcime, si me piktura, prezantime, gjëra të tjera. Ekskursioni Kolashin ka qenë i shkëlqyer, por edhe nga ana akademike. Unë kam si student i drejtësisë, për mua ka qenë edhe mbetet prioritet zhvillimi i aktiviteteve akademike. Me studentët e drejtësisë kemi qenë tek gjykata ndryshme të vendit, gjykata e shkallës parë, gjykata administrative e shkallës parë, kemi qenë vizitë tek gjykata e lartë dhe sot kemi qenë në fakt tek Parlamenti i Republikës së Shqipërisë, bashkëpunim me një organizatë tjetër, edhe ishte një eksperiencë vërtet e shkëlqyer. Kjo e organizuar nga ju si kryetar i Këshillit Studentor. Si kryetar i Këshillit Studentor, patjetër. Se nga që janë shumë aktivitete tingëllon si diçka akademike më shumë se sa një iniciativë e juaja si kryetar. Në fakt to kanë qenë iniciativat e mia personale, të cilat me mbështetjen e studentëve të tjerë, por edhe stafit, është bërë mundur të realizohen, edhe është vërtet diçka fantastike. Plus ato që kemi në plan më tepër, gjëra vërtet fantastike dhe çfarë më emocionon në fakt. Është fakti që këtu janë vërtet mundësitë për të bërë diçka të realizuar, për të realizuar diçka të bukur, diçka që të gjithë studentët e duan, si nga përkrajt që marrin, por edhe nga komuniteti aktiv i studentëve që është këtu. Po sfidat, të paktën si studente, si kryetari Këshillit Studentor, çfarë sfidash përjetojnë studentët në ditët e sotme? Po nis në fakt nga sfidat të mia personale dhe më pas do kaloj tek çfarë kam hasur në studentë të tjerë. Për mua si kryetari i Këshillit ka qenë gjithmonë ideja dhe fakti që kjo është një përgjegjësi vërtet e rëndësishme. Pavarësisht faktit që kënaqemi, kalojmë mirë, jemi në për aktivitete, organizime të ndryshme, por është edhe pjesa e përgjegjësisë. Përtej kësaj është edhe alternimi që duhet të bëj mes studimeve, tani kam nisur edhe praktikën, edhe përgjegjësisë së Këshillit. Duke parë pasaj në një rrafsh më të gjerë dhe studentët e tjerë çfarë problemesh hasin, dhe për ta është më tepër problemi përveç fokusimit në mësime, por edhe fokusi në jetën e tyre të përditshme, sepse është duke qenë se ka shumë studentë të cilët janë në marrëdhënie pune, por edhe janë në studime, pse nga ana tjetër janë dhe aktivitetet e shkollës, dhe kjo përbën një sfidë për ta, sepse është kjo ndjenja që nuk duan të humbasin asgjë. Në anglisht është the fear of missing out. Edhe në fakt është shumë prezente edhe tek studentët, por siç e thash edhe më parë, këto oraret janë shumë të mira. Me pak fjalë, asnjë student nuk ka ndonjë sfidë sa i përket institucionit arsimor të Për sa i përket institucionit, vërtet kemi parë një përgjegjësi maksimale për sa i përket kësaj pjese, një seriozitet të shkëlqyer, edhe është vërtet një mundësi që jepet studentit për të zhvilluar në aspekte tjera, pa për t'i lënë hapësirë të merret më shumë me pjesën mësimore dhe me zhvillimin e tij profesional, se sa të stresohet për oraret apo për gjëra të tjera të ndryshme që kanë lidhje me jetën studentore. Rion, si është bashkëpunimi mes studentëve dhe stafit akademik? Diçka që kam vërë këtu në fakt, në universitet, me stafin, është që është shumë e vështirë për ta marrë vesh kush është ku, kuptimin e pozicionit, duke qenë se të gjithë janë kaq miqësor, kaq të afrushëm, edhe shumë mbështetës dhe e tjerë, dhe për ne ka qenë një afërsi shumë e madhe me stafin, ku kemi patur mundësi të përcjellim ke ata idetë tona,
kemi patur mundësitë edhe shqetësimet që mund të kemi patur, apo edhe mënyra se si duam që diçka të bëhet ndryshe. Për shembull, pak javë më parë patëm kishim diçka që ne donim ta ndryshonim. Por ishte e momentit fundit. Pra ishin mbyll afatet për të ndryshuar diçka që kishte lidhje me orarin. Si student, ne patëm mundësinë të duke qenë se këtu janë në dispozicion të gjitha zyrat, ne patëm mundësi të komunikonim direkt me zëvendës rektorin e universitetit për këtë problem. Pra nuk është kjo puna që se e kam hasur në institucione të tjera ku më është dash të jem për gjëra të ndryshme, edhe në Shqipëri është shumë prezente fatkeqësisht kjo burokracia, sorollatja për, i ndajmë përgjegjësitë me njëri tjetrin. Po këtu patëm mundësi që për një gjë që donim ta bënim ndryshe, vajtëm direkt tek drejtuesja e kolegjit universitar dhe këtij problemi që kishim i dham zgjidhje më herë, kështu që stafi është i shkëlqyer. Në fakt edhe nëse pyesni studentët, gjëja kryesore që do ju thonë, pra highlighti kryesor është stafi dhe pedagogët, të gjithë janë të shkëlqyer, shumë të mirë dhe vërtet ju përgëzoj për punën e mirë që keni bërë, edhe duket në fakt që stafi këtu në administrat të universitetit atë që bën vërtet me dëshirë. Edhe reflektohet në punën që bëjnë edhe në mënyrën e komunikimit, pra edhe për ne është shumë kënaqësi. Por edhe ne si student, fakt, kur shohim që stafi është kaq bashkëpunues dhe janë kaq të disponibël për ne, dhe ne na vjen ajo përgjegjësia për të mos u zhgënjyer, për të mos zhgënjyer pedagogët dhe për të qenë sa më korrekt dhe me ju që jeni anasjelltas, pra korrekt me as. Erion. Sara, përpara se të vazhdosh tek pyetja, duke qenë që Erioni tha shumë fjalë të mira për stafin, edhe unë ndjej personalisht të themi që studentët tanë, duke përfshirë edhe Erionin, kemi studentët më të mirë që mund të kemi parë ndonjëherë në institucione arsimore, kështu që e njëjta mendim dhe vlerësim shkon për studentët tanë në universitetin. Ajo shpreha jeni ju pa jemi ne. Shumë e vërtet këtu, në fakt është vërtet konkrete, këtu vjet në jetë. Ne do donim ta përmbledhnim edhe ndoshta me ndonjë sugjerim që mund t'ju japësh maturantëve që kanë për të nisur universitetin. Një këshill që unë jap maturantëve gjithmonë është bëni atë që ju doni. Pra fokusoni pas një karriere që ju vërtet e keni dëshirë. Për mua drejtësia ka qenë fusha në cilën doja të përfshisha dhe doja të ndiqja. Dhe kam përfunduar në pikën ku shijoj çdo gjë që bëj. Çdo studim, çdo test, çdo mundësi që më jepet, aktivitete në lidhje me lëndën, aktivitete jashtëkollore në lidhje me lëndën. Të gjitha këto janë gjëra që i bëj me kënaqësi sepse zgjodha atë që desha. Prandaj gjithmonë i them maturantëve, cilët diskutoj edhe që kam patur mundësinë të takoj edhe gjatë panajirit work and study, është që zgjidhni të bëni atë që doni. Dhe gjatë gjithë jetës tuaj do mbeteni të kënaqur dhe nuk do ju duket fare si punë. Nuk do ju duket si punë. Dhe patjetër, me këtë vjen edhe një zgjedhje tjetër shumë e rëndësishme, që është universiteti ku ti do marrësh këtë formim. Universiteti që ti do zgjedhësh, që do të pajisë ty me dijet e nevojshme për të arritur në atë karrierë dhe për të bërë një person i aftë në profesionin tënd. Edhe për mendimin tim, e them gjithmonë, ja sugjeroj gjithmonë miqve të mi, familjarëve të mi, Kolegji Universitar Qiriazi. Pra, këtu ku unë studioj sot dhe më ka ndihmuar jashtëzakonisht mua personalisht të rritem në karrierë me mundësitë e ndryshme që më ka dhënë jashtë vendit, por edhe mundësitë për praktik tani. Them, është universiteti i mirë që duhet zgjedhur dhe të dish të bësh pyetjet e dura. Të dish të bësh pyetjet e dura dhe mbi të gjitha të bësh atë që do të bësh. Dhe ta shijojnë. Ta shijojnë patjetër. Deri në fundin e maksimum. Erion, përpara se të kalojmë tek round joni preferuar, si të tashmë të gjithë e dinë, pyetja ime është si e shef Erioni veten pas 5 vitesh? Ajo pyetje e bukur. Pyetje e bukur, po. Në fakt, gjatë viteve ka ardhur duke u qartësuar për mua dhe e ardhmja ime në vite, por tani veten time pas 5 vitesh e shoh
të punësuar në profesionin tim. Dhe duke bërë atë që shijoj të bëj dhe atë që dua të bëj dhe kjo për mua do të jetë arritja ime më e madhe, të punoj në profesionin tim, edhe universiteti ma ka dhënë këtë mundësi. Unë tani kam nisur që thash praktikën në një institucion, pra në fushën time të studimit të drejtësisë, edhe është një mundësi vërtet e jashtëzakonshme. Erion, mes gjithë këtyre komplimentave, mos ke ndonjë kritik, ndonjë sugjerim? Që s'na ke thënë akoma. Patjetër gjithmonë ka vend për kritika dhe diçka që unë doja të përmendja është fakt nga pjesa akademike kemi aktivitete dhe jemi okay. Do të tonim pak më shumë ekskursione, por edhe me stafin akademik. Të jetë dhe stafi. Do mendojnë që ekskursionin tjetër. Kështu që ekskursioni radhës, profesorë, pedagogët të jenë të gjithë stafi. Tani do kalojmë tek quick and fire round dhe do fillojmë me pyetje të shpejta që kanë nevojë për përgjigje të shpejta brenda 60 sekondash. Po. Fillojmë. Provim me shkrim apo provim me gojë? Provim me shkrim. E drejta penale apo e drejta civile? Për mua personalisht e drejta civile. Studim teorik apo praktik në terren? Të ndërthurur. Etik profesionale apo sukses i shpejt? Etika profesionale vjen e para. Ligj i shkruar apo interpretimi i ligjit? Sërish ndërthurje të dyjave. Erioni zgjell qetësinë apo muzikë kur studion? Qetësi. Unë dua qetësi totale kur studioj. Për këtë jam kurioze, studim herët në mëngjes apo natën vonë? Në varësi të humorit, të situatës, do me thënë herë preferoj mëngjes, herë në mbrëmje. Studim në shtëpi apo në bibliotekë? Në shtëpi. Lider apo organizator? Janë të dy aftësi që duhet i ketë një lider. Leadershipi dhe aftësia organizative. Dhe e fundit, punë në grup apo punë individuale? Punë në grup. Erion, duke qenë që përgjigjet nuk janë dhënë fiks në kohë, besoj që unë dhe Sara kemi të njëjtën dënim në mendje dhe pyetja është kush është pedagogu jote i preferuar? Shikon, nuk mund ta them këtë sepse nuk mund t'i ndaj pedagogët të preferuar apo jo. Atëherë do ta bëj pak më të thjeshtë. A e kemi patur në podcast? Po e keni patur podcast. Okay. Edhe ka qenë një ndër episodët. Emër? Nuk do na e thuash apo? Këtë pjesë për jalë shikuesve të shkruajnë në komente mendimet e tyre. Okay. Perfekt. Erioni, ishte kënaqësi që ishe sot pjesë e këtij episodi të Qirazi Rus podcast dhe shpresoj që të jesh kënaqur dhe të na rivish përsëri. Shumë faleminderit ju për ftesën dhe ishte një kënaqësi dhe një eksperiencë e shkëlqyer edhe për mua. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë Erion dhe shumë suksese. Për të gjithë ju që na ndoqët, bëni zgjedhjen se ka bërë Erioni me Universitetin Qirazi. Ne do të shihemi përsëri në të premten që vjen në orën 18:00. Shihemi javën tjetër.